Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shumë prej vëllezërve musliman dhe motrave muslimane ankohen për imanin e tyre, ankohen për besimin e tyre se u ka rënë për tokë, se imani I tyre është shumë I dobët. Aq I dobët sa që ata mezi e falin namazin, mezi përmendin Allahun te baraka ve taala, mezi e lexojnë një qoftë edhe një ajet Kur'ani, e të mos flasim për më shumë se aq. Por këto vëllezër muslimanë dhe motra muslimane, duke u ankuar, nuk kërkojnë se si të arrisin imanin e tyre. Thonë thjesht më ka rënë imani, më ka rënë imani, më ka rënë besimi, mirë po nuk përpiqen që ta ngrenë këtë iman. Për shembull, nëse atij paksohet pasuria, pra ana materiale, apo ka diçka mangësi në shtëpinë e vet e kështu me radhë, ai patjetër do të përpiqet që ta rregullojë atë gjë duke vrapuar, duke përpjekur pafund. Për shembull, nëse ai ka mangësi në anën materiale, pra në pasuri, patjetër që do punoj shumë, ndoshta 2 punë, ndoshta 3 punë, si ta shtoj pasurinë e vet. Pra përpiqet dhe I merr shkaqet. Mirë po kur vjen ke besimi, kur vjen ke imani që është kryesorja dhe me të shpëton si në këtë botë dhe në botën tjetër, ai thot nuk e di si ta ngrej imanin. Subhanallahu I themi këtij. Po ti për dynjan, kur të mungon diçka prej gjërave të dynjas, vrapon dhe e di se si përfitohet kjo mangësi që e ke. Pra duke u përpjekur dhe duke punuar. Mirë o vllai I nderuar dhe motrë e nderuar. Atëherë kur thua më zhdopsu imani, përse nuk merr shkaqet të cilat ta ngrejnë imanin? A mos vallë pret duke nejtur të vi imani dhe të ngrihet të bëhet 100%? Jo, as pak. Imani ngrihet me vepra të mira dhe ulet me vepra të këqija. Pra në momentin që ti e zbaton urdhët e Allahut dhe punon sa më shumë vepra të mira, padyshim se imani jot do të shtohet, imani jot do të forcohet. Prandaj dhe Allahu I madhëruar thotë: "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana." Besimtarëve të vërtet, kur u recitohen ajetet e Kur'anit, atyre u shtohet besimi. Pra që do të thotë, ajetet e Kur'anit janë një prej shkaqeve që të na rritet neve besimi, kur na thret Allahu te baraka ve taala dhe nëse ne meditojmë mirë, na rritet besimi. Po ashtu prej gjërave që na rrit besimin është me prezantuar sa më shumë ligjërata, se ti duke nejtë në shtëpinë tënde dhe nuk dëgjon ligjërata, patjetër që do dobësohet imani. Prandaj shko sa më shpesh nëpër ligjërata, sidomos disa vëllezër të cilët nuk shkojnë as në xhuma. Kjo është patjetër mangësi shumë e madhe, madje gjuna shumë I madh. Madje thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e le xhuman 3 herë, 3 javë, pa ndonjë arsye, ka për t'ia vulos Allahu zemrën. Allahu na ruaj. Prandaj ti, I bën gjunahet, të dobësohet imani dhe ndjen dobësimin e imanit, mirë po nuk I merr shkaqet për ta rrit këtë iman. Pra nuk lexon Kur'an, nuk dëgjon Kur'an, nuk e mediton Kur'anin, po ashtu nuk e fal namazin, nuk shkon në xhami me dëgju ligjërata, nuk dëgjon këshilla për vëllezër musliman, edhe kështu me radhë, dhe pastaj çfarë? Imani patjetër do dobësohet, po do vijë një moment që do shkatërrohet. Prandaj I drejtojmë atyre vëllezërve dhe motrave të cilët ankohen për imanin e tyre, kijeni frikën Allahut te baraka ve taala dhe mos thoni më zhdopsu imani, po thoni se si ta shtoj kët iman. Se si ta shtoj këtë iman, edhe tashmë ti e din pra rrugën dhe mënyrën se si ta shtosh imanin tënd. Prandaj që sot nis lexo Kur'an, nis medito Kur'an, nis dëgjo Kur'an, nis shkon në xhami, nis dëgjo ligjërata, mos shko vetëm falu në punën tënde ku je dhe pastaj asnjë namaz nuk e fal në shtëpinë e Allahut te baraka taala pra në xhami. Gjithë namazet I fal në punën tënde sepse është puna e tillë që nuk të lejon të shkosh në xhami. Mirë po kur të kthehesh nga puna, ato 2 namaze që mund t'i falësh me xhamat, po themi, apo 3 namaze, fali. Dhe kjo është pastaj në të mirën tënde dhe lut Allahun e madhruar të na falet dhe na mëshirojë. Allahu shpëlbes me mirë. Alhamdulillahi rabbil alamin.